vazhdojmë të mbetemi me situatën sa i takon edhe rreshjeve po edhe problematikave duke i ndarë sipas qarqeve apo edhe bashkive. Do të qëndrojmë me Korçën, e cila po ashtu është nga qarqet e prekura nga dëbora, ndërsa raportohen problematika vetëm në disa zona. Në Maliq shqetësim mbeten qarja e argjinaturës së lumit Devol, ku ndërhyrja aktualisht është e pamundur. Megjithatë, gjatë ditës sotme do të kemi komunikime edhe nga Korça për të kuptuar pak më tepër se çfarë po ndodh atje. Ka rrëshqitje në zonën e Kakaçe dhe tek ura e fshatit Osoj, të cilat kërkojnë ndërhyrje dhe investime të mëtejshme në Devol. Rrugët raportohen të hapura, ndërsa thuhet se janë marrë masa për parandalimin e përmbytjeve. Në bashkinë Pustec po punohet për pastrimin e përrojit të Gorricës dhe riparimin e segmentit rrugor Lajthiz-Liçenas. Në Korçë nuk raportohen problematika nga rreshjet e shiut. Për rrugën e fshatit Denas janë marrë masat e nevojshme, ndërhyrja do të kryhet pas uljes së nivelit të ujit. Do shkojmë në Pogradec, lumi i Vërdovës mbetet problematika kryesore atje, një pjesë e Karexhadës është shembur dhe qarkullimi zhvillohet vetëm në një korsi. Lumi i Remenjës është stabilizuar dhe po vlerësohet një zgjidhje përfundimtare që mund të kryhet atje. Lumi që përshkon qytetin ka shkaktuar disa dëme dhe ndaj është e nevojshme që të kryhen edhe atje disa ndërthyrje. Kjo është pak a shumë situata për sa i takon pikërisht Korçës, Devolit, Bashkisë së Pustecit dhe Pogradecit.